Enver Hoxha dikur thuaj se pushon të shiun dhe shfaqte diellin. Refleksionet e emigrantës shqiptare në Itali për festimet e 1 majit në Shqipërinë komuniste. Nga Adela Kolea. Një vend që nga periudha e pasluftës e deri në fillim të viteve 1990, i cili për rreth gjysmë shekulli jetoi në një diktaturë. E udhëhequr në mënyrë një partijake nga e vetmja parti ligjore dhe organ qeverisës në pushtet, Partia e Punës, ish Partia Komuniste Shqiptare, është e qartë se 1 maji do të thoshte fjalë për fjalë, edhe dita e punës ose dita e punëtorëve. Sot ky përvjetor në Shqipëri nuk festohet më njësoj si më parë, pasi në vend ndodhi ndryshimi i sistemeve politike në fillim të viteve 90 dhe në momente në të cilat, përgjithsisht në nivel global, ai është transformuar. Në një ditë proteste dhe demonstratash, në të cilën populli kërkon të drejtën e tij themelore, atë që i jep kuptim këtij përvjetori, punë që për fat të keq aktualisht është në mungesë dhe njerëzit janë kapur në kthetrat e krizës. Në atë kohë, në Shqipëri, më 1 maj në sheshin kryesor të Tiranës, qindra mijëra njerëz manifestuan të gëzuar, pikërisht për të demonstruar me krenari sukseset e tyre në vendin e punës, në të gjitha frontet e prodhimit. Arritjet e punës, siç raportoi bilanci pozitiv, i treguan shtetit, i cili u kishte garantuar qytetarëve punën, në përputhje me sistemin në fuqi. Ndaj, ishte detyra e popullit punonjës të tregonte eksponentëve të udhëheqjes së lartë të vendit rezultatet e larta dhe pozitive të ekonomisë shtetërore, të arritura gjatë vitit dhe kjo më 1 maj u dëshmua në të njëjtën kohë. Si një mundësi e rëndësishme për t'i falenderuar ata për mirëqenien që popullit janë nxirrte pikërisht nga perspektiva e punës në vetvete, e garantuar nga kompania shtetërore e madhe. Një vështrim mbi historinë dhe konceptimin e punës në Shqipëri gjatë sistemit komunist diktatorial. Ky ishte traktori i parë Made in Albania, i prodhuar nga industria mekanike shqiptare në vitin 1978, me forcat e veta, në një Shqipëri në diktaturë dhe në autarki të plotë. Menjëherë pas luftës së dytë botërore, lufta e Partisë Komuniste Shqiptare filloi ta shndërronte vendin, nga një vend i prapambetur bujqësor në një vend bujqësor industrial. Kongresi i parë i partisë u zhvillua në vitin 1948. Fokusi ishte në punën themelore për industrializimin dhe elektrifikimin e vendit. Industria, pikat vendimtare ishin ato të qëndrueshme për zgjerimin e prodhimit kombëtar. Industrializimi socialist duhet të ishte aplikuar me ritme shumë të shpejta për ta nxjerrë vendin nga prapambetja në një kohë rekord, duke u mbështetur në pasuritë e tokës dhe nën tokës, duke shfrytëzuar atë pak industri ekzistuese dhe duke krijuar një të re. Në fshat ishte në fuqi slogani: përkrahni fshatarin e varfër, aleancë me fshatarin e mesëm dhe luftoni kundër kulakëve. Tedi Papavrami. Libri, Fuga për violinë solo. Më pas Partia Komuniste Shqiptare e formuar në vitin 1941 mori emrin Partia e Punës, për të mbërritur deri më 12 qershor 1991. Me fryrjen e erave të ndryshimeve politike dhe shoqërore në të gjithë Evropën lindore, e inicializuar tashmë me rënien e murit të Berlinit në 1989 për të ndryshuar. Përkufizim për Partinë Socialiste të Shqipërisë. Rregullimi i katrorëve njerëzor. Bulevardi i Dëshmorët e Kombit i Tiranës, vendi më i rëndësishëm qendror i kryeqytetit, që ka si fillim sheshin Skënderbej dhe si fund sheshin Nën Tereza ndër të tjera. Një rrugë e projektuar nga arkitekti italian Gerardo Bossio gjatë pushtimit italian të Shqipërisë së vitit 1939, në vitet e diktaturës, në 1 maj, u pushtua nga një turmë e madhe, qindra mijëra njerëz, që demonstronin e manifestonin para tribunës së ngritur për byron politike të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, e kryesuar nga diktatori Enver Hoxha. Madje kam ende në vesh zërin zyrtar që shoqëronte lajmet e këtyre manifestimeve në radio televizion, Alfons Gurashi, më duhet të them, një zë me një timbër dhe intonacion shumë të bukur e të veçantë dhe komentet e tij profesionale. Të denja për një gazetar të shkëlqyer televiziv shqiptar, të cilat i solte në çdo shtëpi, përmes ekranit të vogël, emocionet e kësaj dite që mobilizuan të gjithë vendin dhe siguroi që sytë të gjithëve të përqendroheshin ekskluzivisht në kryeqytetin shqiptar. Tiranë për këtë festë. Njerëzve u duheshin muaj dhe muaj të tërë përgatitjeje për këtë manifestim. Të radhitur në një mënyrë gjeometrike rigorozisht të saktë, ato përbëheshin nga katror të mëdhenj njerëzor, pra me njerëz të cilët, të euforizuar për ngjarjen, vazhduan ecjen me një ritëm marshimi përgjatë rrugës.
Kuadrati I parë që nisi manifestimin ishte ai I mbajtësve të flamurit kombëtar, më pas kuadratet e tjera të përbërë nga punëtorë të ndryshëm të industrisë së rëndë, si minatorët, ata që punonin në sektorët e metalurgjisë, çelikut dhe energjetikës, etj. Pasuan më tej kuadratet e industrisë së lehtë dhe ushqimore, dhe më pas pam që kuadratet e punonjësve të shërbimeve, si tregtia, shëndetësia dhe punonjësit e Komitetit Ekzekutiv të Kryeqytetit, të rreshtoheshin gati për parakalim. Pas tyre ishin kooperativistët dhe punonjësit e blegtorisë së fermave shtetërore. Më pas parakaluan grupet e të rinjve të vullnetarëve, pra ata që morën pjesë vullnetarisht në ndërtimin e hekurudhave shtetërore, hidrocentraleve apo në tarracat e kodrave. Më pas radhën e kishin kuadratet me nxënësit gjimnazistë dhe ata të Universitetit Shtetëror të Tiranës. Më pas mbërritën të paktën 10 kuadrate me ushtar të forcave të armatosura, por me armë të lehta mbi to. Më pas I takonte një kuadrati gjigant me nxënës të shkollave të mesme, si dhe të ashtu quajturve pionier të performonin, të cilët paraqiten një shfaqje të vërtetë, duke kënduar me zë të lartë internacionalen. Manifestimi u mbyll me shfaqjen e kuadratit të artistëve, si ato të radios, televizionit, kinostudios Shqipëria e Re, operës, baletit, teatrit popullor dhe më pas shtypit. Në këtë mënyrë, përballë tribunës në Avenue u interpretuan vallet tradicionale të vendit nga artistë të veshur me veshje folklorike shqiptare dhe të njëjtat u kënduan nga ansambli kombëtar I këngëve dhe valleve popullore. Rreth 100.000 persona marshuan para tribunës ku kryesonte Enver Hoxha, anëtarët e byros politike të Komitetit Qendror të PSH-s, trupit diplomatik të akredituar në Shqipëri dhe shumë të ftuar të tjerë nderi. Të ardhur nga vende të ndryshme të botës që ishin përfaqësues të partive marksiste-leniniste. Lajmi për këtë ngjarje u transmetua edhe nga shumë televizione të huaja. Edhe shiu pushoi sepse Enveri u shfaq në tribunë. Edhe shiu pushoi se doli Enveri në tribun. Ishte ai që na solli diellin. Brohoritën manifestuesit dhe veteranët për udhëheqësin dhe diktatorin komunist, Enver Hoxha, cili nderohej si një hyni, aq sa shqiptarët kishin rënë në idhujtari për shkak të personalitetit të tij. Në këtë rast, kështu, ndodhi që në Tiranë të binteshi gjatë manifestimeve popullore të 1 majit, pikërisht në momentin që udhëheqësi kryesor, Enver Hoxha, do të hynte në tribunë, në skenën e ngritur posaçërisht për anëtarët e byros politike. Nga disa njerëz u bën pasthirma të çuditshme për shkak të ideve të ngulitura në kokën e tyre, se dielli do të shfaqej në të njëjtën kohë kur lideri suprem I vendit, Enver Hoxha, doli në skenë. Doni të shihni që kjo ndodh vërtet? Disa po sfidonin njëri tjetrin, aq të bindur, në një lloj basti që e lidhte udhëheqësin komunist me një hyni të aftë për të kryer mrekulli, përfshirë ato meteorologjike. Këto ishin vetëm një pjesë e dëmit të shkaktuar nga lartësimi I kultit të individit I cili kishte marrë për masa të jashtëzakonshme në regjimin diktatorial në Shqipëri. Por pas pak, ndoshta do të kuptonin se shfaqja e udhëheqësit komunist në tribuna nuk do të kishte atë fuqi të veçantë që njerëzit I atribuonin subjektivisht. Ato buqeta me lule letre krep me ngjyra që mbanin në duar të punuara në formën e një trëndafili, I cili në vend të kërcellit kishte një tel të mbuluar me letër dhe që shpesh shponte rastësisht duart, duke I tundur mbi kokë. Duke brohoritur udhëheqësin, duke vizatuar një portret të tij, pasi do të lageshin nga shiu, ata thjesht do t'i mbushnin të gjitha rrobat e tyre me njolla. Por nuk ishte as pane me circenses. Njerëzit vërtet besuan në gjithë këtë mobilizim. Lulet dekorative prej letre krep që u përdorën për demonstratën e madhe të 1 majit. Simboli dallues I skenografisë së manifestimeve, lulet me ngjyra prej letre krep që mbushën duart e kuadrateve që parakaluan për 1 majin, kujtohen nga të gjithë shqiptarët që I përkasin të ashtu quajturve breza manifestuesish. Ishin lule dekorative, të cilat ishin paketuar nga përgjegjësit paraprakisht dhe u shpërndaheshin institucioneve arsimore apo qendrave të punës e prodhimit, së bashku me uniformat të destinuara për eventin e radhës. Në mëngjesin e 1 majit, kur isha ende fëmijë me shoqet e mia, duke jetuar një hedhje guri nga bulevardi Dëshmorët e Kombit në Tiranë, ku ndodhi ngjarja e madhe, dolëm dhe u pozicionuam buzë një gjelbërimi të madh. Lëndin, në të cilën zakonisht luanim gjatë javës, duke pritur të gjithë manifestuesit, të cilët, për të arritur në shesh, do të kishin kaluar domosdoshmërisht pranë fushës son. Ky terren ndër të tjera, ishte ngjitur me ambasadën italiane. Nga sheshi, dëgjuan tingujt e ndonjë instrumenti muzikor apo mikrofoni.
Ata kanë qenë ekspertët, të cilët kanë kryer testet përfundimtare teknike akustike nga tribuna e destinuar për shokët e udhëheqjes së lartë të Partisë së Punës Shqipërisë. Zakonisht vishnim rroba të reja për këtë rast. Të lumtur dhe të shqetësuar, pritëm në radhë për ardhjen e manifestuesve, duke ngritur strategjikisht sipas mënyrës tonë një prit. A do ta pyesni veten pse? Për t'i kërkuar që të na japin disa lule letre krep, ato që përbënin buqetat e tyre dhe me të cilat do të bënin performancën e tyre në bulevardin dëshmorët e kombit. Ata e dinin këtë zakon të fëmijëve të lagjes ngjitur me sheshin kryesor, ndaj me dashamirësi, shkputën disa lule nga buqeta e tyre artificiale dhe na I hodhën, duke u bërë një gëzim I madh për ne. Duke pasur parasysh që aty kalonin qindra njerëz, ne fëmijët morëm aq shumë lule letre për t'i çuar në shtëpi, sa nuk dinim ku t'i vendosnim. Në këtë mënyrë, në shtëpitë e lagjes son, atmosfera e festës së 1 majit përforcoi dhe ndihej edhe më shumë, për shkak të këtyre zbukurimeve që fëmijët sillnin nga jashtë, me bëmat e tyre tipike fëminore, por karakteristike për kohët në të cilat ata jetuan. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.